Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos harxhoni më para për ilaçe, përzini vaj ulliri dhe limon dhe do shëroni këto sëmundje. Prej shumë vitesh njerëzit e kanë përdorur kurën natyrale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe të trupit. Kjo kurë, e cila konsumohet esa në mëngjes, është një alternativë shumë e mirë për të patur një shëndet optimal. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe ta përzini me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini atë rregullisht. Mirë po, cilat janë përfitimet e kurës me limon dhe vaj ulliri për shëndetin? Detoksifikimi i trupit. Përzierja me vaj të ullirit dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin tuaj. Ndërkohë, ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit në mënyrë që të funksionojë perfekt. Mbrojtje për zemrën. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është i pasur njëkohësisht me acide yndyrore të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Vaji i ullirit largon inflamacionin dhe e pajis trupin me vitamina. Kundër kolesterolit, vaji i ullirit së bashku me limonin është një kurë ideale e cila mund të ndihmojë kundër reumatizmës dhe gjithë dobia e saj qëndron pikërisht tek vlerat kundër inflamacionit. Në qoftë se ju e pini këtë kurë rregullisht me stomakun bosh, atëherë ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo kurë njihet edhe si lëngu i artë. Kundër konstipacionit, vaji i ullirit gjithashtu ka një efekt laksativ, sidomos kur ai konsumohet me stomak bosh. Kjo kurë natyrale zgjidh të gjithë problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë, kur organizmi mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë vjen vaji i ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit gjithashtu ndikon ndjeshëm në shëndetin e mëlçisë. Duke e konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në një mënyrë tepër të rregullt, ju do të përmirësoni shëndetin e mëlçisë. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit me vaj ulliri rekomandohet për problemet me stomakun, sidomos kur konsumohet esëll. Lëkura, flokët dhe thonjtë. Vaji i ullirit së bashku me lëngun e limonit është një kurë ideale, sidomos për njerëzit të cilët kanë thonjtë të brisht, akne dhe gjithashtu çrregullimet të pH-it të lëkurës. Ky lëng është gjithashtu i pasur me antioksidantë të cilët luftojnë edhe shenjat e moshës, rrudhat dhe njollat në lëkurë. Nga ana tjetër, vaji i ullirit dhe lëngu i limonit gjithashtu rekomandohen për të trajtuar zbogthin në flokë duke masazhuar atë përpara larjes. Kjo përzierje fuqishme me këto dy përbërës do t'ju ndihmojë të pastroni trupin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme, do të ndiheni më të freskët dhe plotë energji. Shumë njerëz në mbar botën e përdorin këtë përzierje që nga kohërat e lashta, po ashtu ata e kanë përdorur atë për të trajtuar dhe njëkohësisht për të parandaluar shumë probleme të ndryshme shëndetësore. Vaji i ullirit u quajt ari i lëngshëm nga qytetërimet e lashta të cilët i vlerësonin shumë dobitë e tij, dhe sot shumë ekspertë pohojnë se vaji i ullirit duhet që të jetë me patjetër një element thelbësor në dietën tonë të përditshme. Dhe kur është fjala për limonin, ky frut super i fuqishëm është i pasur me shumë lëndë ushqyese të shëndetshme, vitamina dhe me antioksidantë të cilët gjithashtu mund të ofrojnë shumë përfitime shëndetësore. Ju mundet ta përdorni këtë kombinim të fuqishëm për të trajtuar dhe parandaluar shumë probleme shëndetësore si kapslloku. Sipas ekspertëve, nëse kombinoni vajin e ullirit me limon,
ju do të arrini një lubrifikant për mukozën e tretjes dhe nga ana tjetër të aktivizoni funksionin e mëlçisë dhe të fshikësës së tëmthit. Ky ilaç i thjesht por jashtëzakonisht efektiv na mbron nga brenda duke vepruar si një antioksidant i fuqishëm i cili gjithashtu mundet që të heqë qafe, të gjitha toksinat, të pastrojë dhe të kujdeset për trupin. E gjithë kjo do të aktivizojë të gjithë tretjen dhe ndihmon në eliminimin e gjithçkaje për të cilën ne nuk kemi nevojë. Problemet kardiovaskulare. Vaji i ullirit është i ngarkuar me acide yndyrore të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për shëndetin tuaj dhe për të aktivizuar qarkullimin dhe për të hequr kolesterolin e tepërt. Nga ana tjetër, ky kombinim gjithashtu ka veti të fuqishme shëruese që do të thotë se është i dobishëm kundër problemeve me tretjen. Problemet reumatike. Ky kombinim super i fuqishëm ka veti që të bëjë të mundur mbrojtjen e kockave tuaja dhe t'ju mbrojë juve nga inflamacioni. Pirja e një përzierje të limonit dhe vajit të ullirit një orë përpara se të hahet mëngjesi mund të ndihmojë në detoksifikimin e mëlçisë së tëmthit dhe veshkave. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend tepër të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do t'ju lejojë ju që të merrni përfitimet maksimale. Gjithashtu, sipas ekspertëve, njihet për efekte pozitive dhe për mrekullitë që bën në trupin tuaj. Sipas Brightside, ne këtu do t'ju tregojmë arsyet se pse ju duhet të konsumoni vaj ulliri çdo mëngjes. Shndërron lëkurën tuaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton gjithashtu skuqjen dhe ëndjet dhe mundet që të ngadalsojë shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Ndihmon të humbisni peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila po ashtu është e pasur me vaj ulliri, ka një efekt tërësisht pozitiv në parandalimin e problemeve të ndryshme shëndetësore, si edhe do t'ju ndihmojë të humbisni në peshë. Është i mirë për trurin. Konsumimi i vajit të ullirit heq qafe të gjitha grumbullimet e pllakave brenda qelisave të trurit. Këto pllaka munden që të shkaktojnë sëmundjen Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorje më të mirë se sa ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pastër i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet të cilat gjenden në vajin e ullirit përmirësojnë dhimbjen e kockave dhe ngurtësinë e mëngjesit, e cila shkaktohet nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasturimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup dhe nga ana tjetër mund t'ju ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!